Do të flasim pikërisht për këtë çështje së pari për raportin përfundimtar të OSBE-ut të referuar zgjedhjeve të 11 majit. Më është bashkuar në studion avokati i njohur Fatmir Merkoçi. Përshëndetje kënaqësi. Përshëndetje. Duket se patët një pak kënaqësi me Berishën apo me mua? Jo, thash. Avokat duket i çik kështu se sigur kam dalë me bo reklam. Qartë, mirë se është në kuadrat e prezantimit. Nisim një herë me raportin e OSBE-ut. U faktua farsa elektorale, thotë Sali Berisha. Ndërkohë janë evidentuar dhe problematika tjera sigurisht në raport se takon zgjedhjeve. Jo, është vazhda e OSBE-ut dirit e një njëta këngë, një njëta refren, me disa fjalë të ndryshme. Nuk kemi asgjë, sepse OSBE-ut diri atë që kam thënë dhe kam ngullë këmë gjithmonë, është një organizatë e cila shef, kontrollon, kryesisht bën pjesë në vendet e lindjes, jo në vendet e tjera. Nuk ka asnjë forcë ligjore për të ndryshuar zgjedhjet apo për të ripërsëritur zgjedhjet. Kështu që kjo lloj gjëje u paqë ditën e parë që në raportin që nxorën ditën e parë me datë 12 para pragun. Kështu që nuk pritet ndonjë ndryshim i madh. Ajo që pritet që është ndryshim nga OSBE-ja nga herët e tjera është që e zgjati këtë lloj raporti me muaj, gjë që një muaj pas zgjedhjeve ata duhet kishin dalë me raport, nuk dolën. Arsyet i dinë ata, s'më intereson, por ajo që është kryesorja është që gjithë shqiptarët situatën e njohin më mirë se sa OSBE-ja dhe ODIHR-i. Nuk ka nevojë të ndali të më thotë OSBE-ja dhe ODIHR-i se si janë zgjedhjet, si janë bërë zgjedhjet, dhe si është jeta në Shqipëri. Se më duket sikur dalin këto vandelinda që dalin këtu e thonë jeta në Shqipëri është lulëzon, e kupton. Ne jetojmë po pse pritet me kaq shumë kushëri atëherë nga po pikërisht sepse është ajo mungesa e opozitës e cila nuk ka forcë për të ngritur kauza, për të ngritur frym, për të ngritur popullin dhe mendojnë se sot supozojmë që doli ky raport tashmë i bëhet thirrje popullit, çohet populli. Po për çfarë do çohet populli? Për atë farsën elektorale, e din. Për çfarë? E din që absolutisht asgjë. Absolutisht asgjë. E din që unë ja u kam deklaruar Rama ka ndërtu mafia në shtet. Tash kur ndërton mafia në shtet, kush është mënyra për ta rrëzuar? Nuk mund të presun raportin e OSBE-ut për të ndryshuar gjendjen në Shqipëri. Shqiptarët po hiqin, shqiptarët varfërohen. Ajo që u tha dhe Ramës ju tha dhe në Angli. Mos na trego për jetën në Angli, se si hecim ne dhe si bëjmë ne në të njëjtën kohë që ty të kanë hik gjymsa treqereku i shqiptarëve të kanë hik nga Shqipëria, ty të ka hik rinia nga Shqipëria. Pra, kjo është gjë që ne e prekim për ditë. E dhimbshme, por duhet ta pranojmë. Atëherë, kush është rruga? Jep ne rrugë zgjidhje ose bëj ODIHR? Jo. Qa thotë OSBE-ut thotë duhet ketë një komision gjithë përfshirës. Po gjithë përfshirës është ai komision. Pse? Po 2 parti janë këtu. 2 janë. Ata tashmë, një Partia Socialiste i lëroi një vend Tom Doshit, Partia Demokratike do i lëroi vend Fatmir Mediut edhe këtij Shehet. Të dy me votat e PD-s kanë qenë janë bërë deputet nga PD-ja, kanë ardhur nga PD-ja, është tamam si ajo farsa që hajde po bisedojmë me aleatët, ne se këtë do nxjerrim kandidat për Tiranën, supozojmë, aleatët janë po tujt. Ti ke bërë deputet, ti bërë me grup parlamentar, ti bërë në këtë, nuk ndryshon asgjë. Dhe ajo, ky raport, që u trumpetua, u prit me të madhe se do bëhet name, ky raport, doli raportet, do dalë Berisha e kundërshton, do dali Rama do ta lavdroj, do dali ai tjetër do ta kundërshtoj, do dali ky tjetër do thotë çfarë do ketë një debat mediatik tashmë konsum mediash, se politikë s'bëjnë këtu, se këtu s'ka politikë. Këtu ka thjesht pazare. Tash futemi në pazare. Hajde si do e ndërtojmë komision, që do bëjmë komisionin, farsë elektorale. Pazar janë gjitha këtu s'ka politikë. Po më gjeni një rast që ka një politikë, se politika, kur ndërton politika ka alternativë, ka kauzë, ka rrugë zgjidhje. Kush ka dhënë rrugë zgjidhje këtu? Kush ka dhënë? Të rrish 12 vjetë në opozitë dhe të kërkosh që të vimë raporti ose bëjo dirë se të qojë njerëzit, po urdhëro bërën, le të qojë njerëzit. Është i zotit të qojë popullin në protest për këtë lloj raporti që është skandalos? E ta shohim. Dhe unë them që nuk është, sepse njerëzit
njerëzve duhet t'i ngresh një kauzë, duhet t'i përcjellësh një frym. Po në qofë se ti më del mua dhe të thua Florian Bino, është ai njeriu del ai Kliqi e thot Florian Bino ka bashku gjithë shqiptarët, edhe që idiotizmi shkojmë tash. Këta besojnë gënjeshtën që e thonë vetë besojnë, edhe besojnë po vetë. Dhe këtu tash kemi një kontradikt. Po mirë, nuk e dim ne që kishin administratën e përdorur dhe Rama, po, pse çdo administratë, se gjithkusht ne njohim njerëzit, kaq vend i vogël jemi. A i thoshte, mjep 10 emra ti refugjatësh, 5 emra refugjatësh. E i thoshte, votën pa tjetër do t'ja japësh. Se është në pushtetë dhe është në administratë. Në këtë rast edhe raporti e thot, po pastaj, qa rëndësie ka se e tha, po mi ma e tha, e bërik, ore zgjidhja kush është më? Ore, kjo raporti që doli, a mjep në një zgjidhje mua si qytetar? Pak në e adreson problematikat. Po s'mi interesojnë pra, se këto problematika ne i dim. Më falë, këto problematika ne i dim. Këto problematika ne e dim që bandat ishin rrugëve, edhe janë rrugëve. Ne e dim, po vritin njerëzit për ditëre. Qa kërkoni? Po vritin tjetër për i kafe. Më falë, tu s'ka siguri jetë. Atere, ti si opozit, po pret që të vija ajo copa letrës që të qojët popli me cop letrë, po nuk qojët popli me cop letrë, më dha, i që një nga menja. Opozita vetë është e shkatrume, opozita vetë është e përqame, opozita vetë nuk di se ku është. Dhe si mundet kërkosh ti të ndryshosh një sistem, kur ti nuk ke njerëzit e sakt për të bërë një gjë. Nëse ka 50 deputet opozita, 50 deputetet presin qa do thot Berisha, nese dalin të thonë ata, doli njëri për pare të thot se qa tha raporti, jo. Del Berisha, i thot Berisha, pastaj dalin gjithë këto dhe kur ulen në studio thonë, e tha Berisha se ka thënë Berisha se do e bëj Berisha. Kludem, marun zgjedhjet, humbën, po, më gjenjë një deputet që doli dhe takoj elektoratin që e ka votu, t'i kërkote një ndjes, dhe t'i sjaronte dhe t'vazhdonte fushatën, absolutisht gjithu myllë. Ata ishin myllë shpi qysh pa ardhë data votimit. Tashi, ne këtu jemi, këtu jetojmë, unë e kuptoj shumë mirë që opozitës nuk i pëlqen që ta kritikosh, pa tjetër me, e kuptoj se ata kanë halë unë e kam qytë, kjo është i opozit, roktare tashmë. Në shkuptime. Morën rokën ka që gjohë direkt tu. Sigurun venin që morën ato mandati që ja u fali Berisha në atë mënyrën e vetë, edhe ka që gjohë. Bën kodin, ku si e bën kodin, ja për gjithë përfshirë, si e bën kodin këta dha, si e randa dakord këta për kodin. Se vete bën kodin para zjedhe. Pra pazar, thoni, sërish, marveshje. Po një gjohë, ka i problem. Ajo që është kryesorja, sepse në Shqipëri, duhet kuptojmë një gjë, në Shqipëri mungon e djatha. Momentin që mungon e djatha, ky Shqipëri nuk mund të eci. Pse? Dhe Berisha e nisi me do bëj rithemelimin, do ta bëj partinë djathë konservatore dhe sot doli në qendër. Tani kur del në qendër, tani kush është beteja? Beteja është nga qendra deri te e majta. Pra, mërna kësaj fushë jemi. Nuk ka një alternativë, sepse ati nuk guxon njeri me folë gjysfjale. Sepse edhe ata rrinë me pushke dera, se kanë halpohu afru dikush dhe t'i gjujmë. Që më zvi, se na ze venin. Ata kanë halën e posit, kanë halën e rrogës. Ata e shofin posin të partia, e shofin si katapult për shku me u bo deputet. Ju e paci se si u qapërlyn në përrjete sociale në për këto kur u bon listat. Po qa e djathën? Ajo s'ka lidhe fare me djathën. Jo me konservatorizmin, jo, po as me djathën. Do të ndalemi të kjo qështje? Jo, e kisha të kjo, që kjo raport është i njëjti i 35 viteve që ka në Shqipëri. Nuk ka për të ndryshu gjë. Raporti është i njëjtë, shpresa ndryshon. Po nuk ndryshon shpresa, shpresa ndryshon në retorik, në për studio, do t'i gjosh që do ky, por në realitet, unë dua realitetin e prekshëm, atë që duan njerëzit. Sepse sa do i kulluar tjetë, jetë gjatësia në pushtet të automatikisht të qënë autokrat, të qënë në diktaturë.
Qartë, do të marrë në këtë çast edhe opinionin e qytetarëve referuar në sondazhe që ka krijuar Shqiptare.com së bashku në bashkëpunim me raporteve. Do na ndihmoj regjia në këtë çast për ta shfaqur në ekran pikërisht mbi raportin e OSB Odirit. Nga sa keni lexuar raportin e Odir për 11 maj, a vjet në dyshim fituesi? Ky është sondazhi që është aktualisht i afishuar në ekran, por që padyshim mund të votoni dhe online. 21.2% thon po, 74.1% thon nuk mund të vjetë dyshim fituesi, pra jo, ndërsa 4.7% thon nuk e di, pra që ka shprehur. Totali votave është 85, duhet kuptuar që sapo ka nisur në fakt edhe online, ku ju mund të bëni pjesë pikërisht duke skanuar dhe nëpërmjet QR kodit dhe skanoheni me kamerën e celularit tuaj. Mund të votoni dhe të bëni pjesë e sondazhet gjithashtu. Në fakt, Zotë Merkoçi, kemi një tjetër material në këtë çast për ta diskutuar së bashku në studio, është trajnimi i deputetëve të Partisë Demokratike. Mos pse më qesh. Do të pëlqen trajnimi që i bëhet deputetëve apo po sepse kur filloi që bëri Partia Socialiste trajnim, unë filloj shkolla. Se unë realisht atë parlament e quj shkolla me një klasë. Shkolla me një klasë që ka ngelës, ka fillestar, ka nga ata që vazhdojnë ka 4 herë, nga 10 herë, po me një klasë ngelin. Tani, a ka turpën të madhë. Të vish deputet, një njeri që vjen deputet, duhet tjeti përgatit, duhet tjeti politikan. Pse? Sepse a njeri ngren kartonin për kombin, ngren kartonin për popullit, për fatet e popullit. Dhe si mundet, qa do të trajtoj, qa ti trajtoj këti unë? Si ta ngren kartonin, do të trajtoj unë këtë. Qa e në këtë më? Po e tregojnë vetë, e tregojnë hapët fare që janë parapolitik. Tha pastaj u vjejnë një napë se i themun që janë parapolitik. Po parapolitik e më. Se politik nuk bëjnë. Po nuk më duhet materiali fare, ta thejmë unë, po të thejmë edhe jërë, se është turbi më i malmë. Të marë mandatin e deputetit dhe të futem në trajtim se si do sillet deputetit, që do bëj deputetit. Pra, këta vinë, o zot, edhe kur kërko për një drejt studimi, ke bërë 2 provime, drejqi. Po jo këshu, se njof një në komitet, unë e bëhem deputet. Ta vazhdojnë akoma me teori, njof një në komitet. Po që është kjo më jo? Po kjo është turp. Ta japim për qytetarët, do të rikthehemi sërish në diskutim së bashku. Japim për qytetarët pikërisht kronikën sa i takon edhe deklaratës së bërë më herët për trajnimin nga ana e Partisë Demokratike. Shumë prej tyre nuk u vënë të ulën për shkak të futjes në listën e sigurt nga Sali Berisha dhe jo me votën e qytetarëve, por kreu i PD, leksionin e parë që u dha deputetëve të rinj ishte të mos shkëpusin kontaktin me elektoratin. Fatkeqësia më e madhe e një deputeti është kur ai shkput lidhjet nga zgjedhësit e tij, interesat e tyre. Kryedemokrati mblodhi ligjvëndësit e rinj të partisë së tij në një tryezë leksionesh e ngjashme me akademinë politike që socialistët zhvilluan nisjet e legjislaturës me deputetët e zgjedhur për herë të parë, veçse Berisha të rinjt i ka më të pakat në numër. U parapriu kushteve të vështira në kuvend sipas tij që nuk u siguron staf deputetëve, por vetëm rroga të mira. Një organizim, një transformim i madh i punës parlamentit duhet bë. Ju jeni deputet me dorë në xhepa, jeni njerëz pa asnjë staf. Ishte e gabuar rritja e rrogave të deputetëve. Jo se ka më një rrogë stratosferike, por shumë më drejt do t'ishte për stafe të parlamentit. Tryezën e Berishës e bojkotoi Arjan Doja, që nga deputetët e rinj shprehu i pari në kuvend kundërshtinë e dukshme për aksionet e demokratëve. Në këtë rast, Berisha duket se ka marrë leksion nga deputeti i Durrësit. Është e vërtetë se opozita mund të teprojë në qëndrimet e saj, por kjo nuk do thot kur të shkatërrohet parlamenti dhe parlamentarizmi. Ndërsa shefi Konrad Adenauer, që mundsoi financimin e leksionit, u kujtoi deputetëve atë që Berisha e harroi, se duhet të punojnë edhe për qëllime për te partisë, si për shembull integrimi. Gjermania rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s prej shumë vitesh e mbështet. Procesi i Shqipërisë në BE ka filluar kur zoti Berisha ka qenë kryeministër, prandaj dhe partia juaj është shumë e lidhur ngushtë me këtë proces.
Të paktëve të rinj të kësaj tryeze krahas ndojës u mungoi një pjesë e deputetëve. Ivi Kaso për shkak të një angazhimi partijak nuk mori pjesë në mësimet e Berishës, po ashtu munguan Kliti Hoti, Denisa Vata e Besar Xhaferi. Ky i fundit, pasi u kujtoi demokratit mbarimin e mandatit në 2026, iku në Amerikë për takime me kongresmen. Okej, besoj jemi në përsëritje një të gjë që ka ndodhur në PS apo ja. Ta thash pra, copy-paste. Atë që bën PS e bën PD. Atë që bën PD e bën PS. Ka copy-paste njëri tjetrit. Tash është turp. Është turp, realisht është turp për një vend i cili nuk ndodh në asnjë parlament tjetër në botë, që deputetët të fillojnë edhe të bëjnë leksione se si duhet të sillen dhe çfarë duhet të flasin apo çfarë duhet të bëjnë në atë kuvend. Kjo tregon edhe një herë atë që unë e kam ngritur më të madhe. Dhe po ti shohësh, jo pa qëllim kam thënë që ne kemi një parlament kalamajsh, ne kemi një parlament i cili kryesisht e dominojnë mosha 30 vjeçare, dhe brezi 30 vjeçar është brezi që ka shkatruar këtë vend dhe do vazhdoj ta shkatrojë këtë vend. Nuk mundet një deputet që nuk ka asnjë lloj integriteti, asnjë lloj kontributi, asnjë lloj vizioni apo kauze të tij personale. Merrni, shihni deputetët, shihni, hapini qoftë gazetat, qoftë media, qoftë portalet, statutet e tyre që bëjnë, po ti vesh re nuk kanë absolutisht asnjë lloj vizioni në politikën shqiptare. Po çfarë mund të bëjnë? Çfarë trajnimi mund të bëjnë? Nuk e di se çfarë trajnimi bëjnë këta. Tash pa nuk arrit ta kuptoj se si do dikur nga 94 kanë qenë na erdhën ca europianë na treguan do na bënin leksion për lirinë e shtypit e këtë dhe kur erdhim sa filloi ajo na buni letër përpara i blok edhe i stilë lapsi na tregote ne se stilë lapsi marret me dorën e djathtë. Unë ngrejta bën mshak. Tashi, nëse vazhdojmë akoma me këto lloj gjëra, pas ka ardhur edhe ai nga Gjermania, na tregon ai nga Gjermania tash se si do sillen në parlament gjerman. Është ndryshe dhe mentaliteti shqiptar është ndryshe. Kjo është fatkeqësi e këtij vendit dhe për sa kohë ta tash mbushet ai parlament me të tillë njerëz, me njerëz që nuk kanë integritet, dhe prandaj po ti vesh re, prandaj ka humbur edhe nocioni i emrit të partive. Për shembull në debate nuk thon Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, po thon Rama dhe Berisha. Është fokusuar te lideri. Është fokusuar te lideri, i kanë bërë domethënë, i kanë bërë liderit, i kanë bërë vetë fort. Nëse ti e Partia Socialiste do kundërshtosh Ramën, do të hidhen fyt. Nëse do ta bësh të njëjtën gjë te Partia Demokratike, do të hidhen fyt. Pse? Sepse aty janë ata njerëz të cilët rrinë dhe nëpërmjet servilizmit, nëpërmjet atyre klaneve të tyre, nëpërmjet nuk di se si, dhe vjen puna këta arrin bëhen deputet. Bëhen deputet, këta nuk njohin rrugët e qytetit vetëm. Jo më të kenë, po ti shifi me emra, unë për shembull dikujt para një 4 ditësh i bëra vetëm një pyetje, thash më thuaj 10 emra deputetësh. Dhe absolutisht nuk i dinë. Nuk i bën dot. Edhe juve po t'ju them, mi rreshto 10 emra deputetësh, nuk i rreshton dot. Deputetëve aktual. Ora rreshto 10 emra deputetësh në sallë të parlamentit, nuk i rreshton dot. Unë mund ta bëj se jam i fushës. Nuk e bën asnjë se bën, ja po ta them, nuk e bën. Do fillosh mendohesh. Tash unë e kuptoj që ti do thosh Berisha, Rama, këto që kanë qenë. Unë po them 10 emra deputet, sepse ikin nga deputeti, unë bëj për shembull bëj një pyetje, kush nga deputetët nuk është më deputet? Që ishte mandatin e punës dhe nuk është, nuk i njeh. Nuk kanë, domethënë edhe kur vinë aty në sallë të parlamentit, ata vetëm rrinë, ngrenë kartonin, ulin kartonin deri këtu shkojnë. Dhe kjo është ajo tash që ai duke ndjer këtë, duke se Berisha do apo s'do, edhe Rama do apo s'do, e ndjen këtë mungesën e këtyre dhe ç'a bëjnë. Kjo është e vërtetë. Edhe e menaxhojnë situatën veç personalisht. Mundohen ta bëjnë me këtë lloj forme. Mirgoçi, diçka që shumë e rëndësishme, 6 deputet nuk i kanë ndjekur leksionet e Berishës, më herët Xhaferi, deputeti i ri, ka theksuar që nëse Berisha nuk e fakton këtë farsën që është ngritur si gjithmonë si objektiv, mund të largohet. Pra këtu jemi tek propozimi i Nenit Basha. Mund të shohim diçka të tillë, jemi në këtë frymë? E para herë se unë kam bërë dhe ndoshta jam i pari që kam reaguar në këtë deklaratë që bëri ky. Në para se të kërkosh këtë, herë duhet të kërkosh llogaritë vetja
përse është bërë humbja. Para se të kërkosh këtë, do të thuash pse s'është mbledh partia dhe të bëj një analizë për humbjen. Për shembull, në momentin e humbjes unë i kam kërku Berishës që t'i heqi t'i shkarkoj të 12 përfaqësuesit politik të qarqeve. Gjë që nuk e bëri. Dakor, do bëjmë analizën, nuk u bë. Do vi shtatori, do bëjmë revolucionin se që do bëshin, për nuk e bën asat revolucionin, u ftof edhe revolucionin. Problemi tani është, ky njeri, çfarë ka bërë? Vetë, personalisht. Çfarë ka bërë? Ka qenë kryetari i rinisë Partisë Demokratike, po, unë nuk e di se keni pa një protestë të ti, nuk di se ka ngritur një kaos, nuk di se ka bërë një gjë. Dhe atë që kam thënë që Partia Demokratike në këto zgjedhje kishte mungesë totale të komisionerëve. Tani, kjo rinia, ku ishte? Pse nuk ishte aktive në fushat? Këta deklarojnë që kanë qenë në fakt. Tashi, unë flasë rastin një gjohë. Thash, kur ti fillon gënjen vetën dhe beson gënjeshtën të atë, pastaj nuk ka, po pikërisht, prandaj kanë humbur dhe besimin tek njerëzit, se këta gënjejnë vetën para pasqyrës dhe pastaj mendojnë se do ta besojnë edhe të tjerët. Atë pra që ju thash pak më parë, që del Klliçi atje dhe thot që Florian Minën e kanë gjithë populli i Tiranës e ka përkrau, thot ka një shtrirë gjerë, thot se kush e njeh Florian Minën? Jo vetëm për aktorën. Këta ngatrojnë të qenurit në profesion me politikanin. Partia është politik. Sigurisht, nuk është. Dhe qyteti ndërtohet me bazën e politikës. Teknicienët janë ata që bëjnë pastaj gjë. Po politikën e bën kryetari. Nuk mund marrësh një nga rruga. Unë ja u pata thonë që në fillim, këtu pa firmën e Sorosit nuk del njëri kandidat në Tiranë. Hidhen në përpjet, thoni çfarë doni. Ju e pat, doli Berisha e deklaroi, doli Llapa e përkrau. I pari ka qenë Adriatiku që përkrau. I pari. Është Sorosian. Po patjetër më. Unë kam qenë, ja ta jap konkretisht se ma kam bërë, edhe s'kam dash me e thonë. Kur unë kam dalë në protestë, që doli Rama, ai Baton Xhiu, e tha, ky është hajduti protestave, se u mora protestën, që po fliçim për në atë kohë, Rama mori në telefon këtë Llapa i tha, po Floriani të hiqi fishat dhe Floriani hoqi fishat e zërit. Qa, kujti thuti të shi? Mu më thot të shi se kush... Rama ka marrë telefon Llapa? Po, aty ishin protest. Unë isha të folë, hoqën zërit, kanë qenë gjithë mediat kur ju thash hiqi një fare dhe mikrofonat si që au du. Unë kam qenë aty. Tani, unë e kam të pjesa tjetër. E kam të ajo pjesi, këta njerëz dalin dhe kërkojnë, por radhë parë, do të keshi digniteti, do të keshi personalitet. Qa personaliteti ka ky person që kërkon, dhe pse nuk e kërkon sot, mas humjave, pse ka humbë, pse do të presësh 2026-ën? Do të thoshe sot. Lutem. E fundit, në përfundim, se jemi në limitet të kohë, sa i takon edhe përfundim të mandatit të Zoti Berisha në krye të PD-s në 2026. Shihni një alternativë të mundshme për largimin e tij, marrshkase edhe nga Berisha do kandidoj prapë. Do kandidoj, ka drejt me statut, me kandidu prapë. Edhe prapë fito. E le dali Besari me Berishën, konkurojnë, shofër se sa votet do mori. Po mori votën, se ai edhe për vetën e vet nuk votot se do votoj për Berishën. Palema për të shimë mos. Ta jam pralla. Ta jam pralla, sepse për sa kohë në Shqipëri nuk bëhet politik, kuptojnë një gjë, nuk bëhet politik, nuk mund të tezi, nuk mund të zhvillohet një vend. Po ja u them përfundimisht. Për sa kohë në Shqipëri nuk ekziston e djathta dhe e djathta konservatore siç po pushton botën tashmë, në gjithë Europën po tentohet të dalim të e djathta konservatore, vetëm ne rrim ke qendra dhe te e majta, më vjen ke çfarë zhvillim do kesh. Nuk mund të kesh zhvillim kaq e thjeshtë. Këto janë lojna pazare kotëm kotë. Do të mirëkohë që të falenderoj shumë për kohën edhe për analizën studio. Ju falenderoj edhe unë. Mirë, ne do shkëputemi tani për një hapësirë shumë të shkurtër publicitar, do rikthehemi sërish së bashku. Mos u largoni nga Report TV.